Ish-ministri Ilir Beqaj do të ketë mundësinë të dëgjojë audioregjistrimet e seancave paraprake të zhvilluara nga gjyqtarja Flojera Davidi për çështjen e sterilizimit. Kërkesa e tij u pranua këtë të njëjtën në seancën e mbajtur në gjykatën e posaçme. Shkalla e parë ka vënë në dispozicion një nga sallat e apelit të posaçëm dhe stafin administrativ, në mënyrë që Beqaj të mund të dëgjojë regjistrimet audio të seancave, të cilat mbrojtja pretendon se nuk përputhen me proces verbale të zbardhura dhe se mungojnë elemente thelbësor. Më herët Beqaj ka kërkuar pushimin e menjëhershëm të çështjes penale dhe shpalljen e pavlefshmërisë së vendimit të gjyqtares paraprake, por kërkesat e tij janë rrëzuar. Ai po gjykohet në një proces të ndarë nga 8 të bashkëpandehurit e tjerë në këtë dosje, mes tyre ishte zëvendës ministri i shëndetësisë Klodiana Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, të cilët u gjykuan me procedurë të shkurtuar. SPAK ka kërkuar në total 36 vite 8 muaj burg për 8 akuzuarit, ndërsa për ish zëvendës ministrin Klodiana Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj është kërkuar dënimi me nga 10 vite burg. E nëse shpallen fajtor, ata do të përfitojnë ulje dënimi nga gjykimi shkurtuar dhe do të vuajnë 6.8 vite. Prokuroria e posaçme akuzon Ilir Beqajin për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal, dyshim që lidhet me procedurat dhe vendimmarrjen gjatë kohës që ai drejtonte Ministrinë e Shëndetësisë, të lidhura me koncesionin e sterilizimit, për të cilin dyshohet se është shkaktuar dëm i konsiderueshëm ekonomik. Hetimi përfshin gjithashtu dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe procedura të parregullta administrative. Seanca e radhës do të mbahet në datën 11 dhjetor.